Kalojmë ke shqyrtimi dhe miratimi nen për nen. Po, zoti Strazimiri. Të opozitës, faleminderit, zoti kryetar. Është e treta herë në 4 vjet që vjen ligj për Gardën e Republikës. Vetë relacione e shpreh që këto ndryshime të kaq të shpeshta ligjore kanë sjell konflikt zbatimi dhe konflikt logjik nga nen brenda koncepteve të njëjtit nen, që do të thotë nuk kanë arritur të bëjnë asnjë përmirësim në strukturën apo në punën dhe në funksionimin e Gardës së Republikës. Edhe në relacionin aktual prap shohim, reflektohet. T'ju them të drejtën, pikërisht ky konflikt logjik nëpërmjet këtij projekt ligji synohet të rregullohet ky parashikim, të respektohet e drejta e barabartë të gjithë punonjësve të Gardës për funksionin e drejtorit të përgjithshëm, sikurse të respektohet hierarkia e gradës, e cila vetë përcakton funksionin. Garda e Republikës është një strukturë piramidale, vertikale, që për vetë natyrën e saj, jo të gjithë punonjësit mund të kenë të drejtat barabarta për të kandiduar për drejtor të përgjithshëm. Është një strukturë e cila në natyrën e saj të punës ka dinamikën e përditshme, se cili prej punonjësve të këtyre strukturave, siç është Garda e Republikës, siç është çdo repart i forcave të armatosura, policia e shtetit apo shërbimi sekret, dinamika e përditshme e tyre tregon se cili është i aftë për të marrë përsipër përgjegjësi, për të kryer detyra, për të drejtuar dhe cili jo, pavarësisht përkrahjes që mund të ketë. Kështu që nga kjo pikpamje të vendosësh rregullat se natyre dhe për më tepër ajo që më shumë më bezdis në këtë farsë që ndodh është në fund fare e emron kryeministrin me propozim të ministrit, siç ka qenë gjithmonë, mirë po na bëhet edhe një konkurs. 3 oficerët atje tregojnë platformën si do ta drejtojnë Gardën e Republikës apo Policinë e Shtetit, po ndodh tash ajo. 14-15 oficerë policie që tregojnë platformën e vet se si do të tashu, dhe ato platformat e këtyre tash i merri lexon ministri, ja paraqet kryeministri be firmën. Në të gjithë botën funksionon ndryshe. Ka një kryeministër, ka një ministër që janë funksione politike që kanë për detyrë, kanë të drejtën dhe detyrimin të vendosin sipas vlerësimit të tyre cili është më i aftë për ta kryer detyrën në struktura të tilla, në mbartsinë e tyre, siç janë veçanërisht struktura jashtëzakonisht sensitive, si policia e shtetit apo shërbimi sekret apo ku diun, forcat e armatosura apo Garda e Republikës. Tash kjo farsa që bëhet, jo bëjmë konkurse ku diun se çfarë njëra tjetrën. Domethënë është e vetmja arsye që i gjej është që të bëjmë ca deformime që në fund fare thotë ministri, jo s'kisha ashtu se kështu ma nxori konkursi. Ka një komision vlerësimi, që i nxori gjithë policët, po themi. Apo gardistët që kanë hyrë në konkurs, dhe në fund fare pastaj del njëri që në fakt është i paralajmëruar në media, muaj përpara, edhe për drejtor të përgjithshëm policie, edhe për komandant garde, është disa ta herë që ndodh, thotë me dhe filani do jetë. I futen të gjithë atje, del pikërisht ai që thot media, indiskrecionet. Kështu që për mendimin tim nuk e zgjidhim dot këtë punë duke bërë një ligj tjetër në 2026 për ta komplikuar dhe më shumë ato 2024 që nuk ka zgjidhur gjë nga ai 2021. Duke bërë ndryshime ligjore të kësaj natyre, duke shpikur procedura gjasme konkurrimi, e ku diun se çfarë, vetëm se fshehim qëllimin e vërtetë tek gjëja. Politika kërkon të bëjë diçka që nuk është e drejtë, po në fund fare do të thotë vallës diçka them, unë ja ku e keni kështu e nxori konkursi, kështu doli pikavarazhi, unë firmosa një nga ata 3. Kjo nuk është përgjegjësi, kjo nuk është logjik shtet drejtuese. Dhe për më tepër, edhe ajo që është me të vërtetë shumë jo serioze. Garda e Republikës është një nga ato institucione që është në themel të shtetit, që në 1912-1913. Dakor, ka qenë një nga ato institucione që sado vështirë ka qenë shteti, Garda e Republikës drejtje e mori atë në një farë mënyrë e ka marrë, nuk ka degeneruar për fare. Tash e merr dhe nga një strukturë që ka një historik të vetin. Po themi, ja e morton ligj mas ligj gradat e kthen në një strukturë policore. Nuk është strukturë policore Garda e Republikës. Ashtu sikurse ke shtete shumë të respektuara të Bashkimit Evropian, po ju them Austria, po ju them Greqia,
që drejtorin e përgjithshëm të policisë, në drejtorin e përgjithshëm të policisë, domethënë një nivel drejtuesish e sipër, drejtuesish të lartë, pikërisht për shkak të traditës që kanë, dhe janë krenar për traditën që kanë, i kanë siç kanë qenë në kohën kur janë themelu. Me gradat ushtarake, vazhdojnë nën inspektor, inspektor, komisar, vjen puna nga një grad e sipër është kolonel, general etj. Pse? Edhe uniforma është e tillë siç ka qenë kohën e Kaiserit. E keni Greqinë, e keni dhe Austrinë. Pse? Se ruajnë dhe traditën. Tash këtu vin një dorë specialistësh të Pamekas, njëri është nga Los Angeles, tjetri është nga Malmoa, tjetri është nga fut secili nga një element vetëm, po as më t'ja bëjmë çefe se janë të huaj do të na shkruajnë në raport që jemi mirë. Dhe denatyrohet ligji, denatyrohet struktura, denatyrohet tradita që kemi, aq më tepër kur është traditë që s'kemi pse të turpërohemi me të, përkundër se ta ruajmë. Qoftë ndryshimi i fundit ligjor që sillni, se vetëm denatyroni edhe atë çka mund të kishim për ashtu. Kur merr detyrën një kryeminist apo një ministër, merr detyrën për të marrë dhe për të vendosur diçka. Në fund fare të dali për Zot. Thotë po, filan fistekun e kam firmosur kështu, e nova në atë moment, më përgjegjësim bashkë me ti. Jo me umçef mas konkurseve. Për këto arsye, vota jonë është kundër. Mos sillni më ligje të tilla, është këshill shumë miqësore, se nuk zgjihet një gjë përkundazi vetëm e komplikoni. Faleminderit. Faleminderit.